Një debat I fortë ka tronditur shtëpinë më të famshme në vend. Vetëm pak minuta më parë, tensioni mes Kristit dhe Rogertit ka dalë jashtë kontrollit duke kthyer situatën në kaos total. Përplasja verbale mes tyre ka degraduar me shpejtësi duke kaluar çdo kufi të lejuar. Në momentet e gjaknxetësisë, Kristi ka marrë një shishe ujë dhe e ka hedhur në drejtim të Rogertit. Nga pamjet që po qarkullojnë, duket qartë se jo vetëm uji, por edhe vetë shishja e ka prekur lehtë në kokë, duke krijuar kështu një kontakt fizik të ndaluar nga rregullorja. Pas këtij veprimi, vëmendja është përqendruar menjëherë tek reagimi I produksionit. Pritet që vllai I madh të marrë një vendim të menjëhershëm, pasi një incident I tillë cenon integritetin fizik të banorëve. Nuk është hera e parë që Kristi përfshihet në situata të tensionuara. Ndaj disa prej banorëve kanë kërkuar masa të ashpra, madje edhe zarf të zi dhe përjashtimin e tij të menjëhershëm. Tani mbetet për t'u parë nëse ky incident do të sjellë një vendim drastik apo një tjetër paralajmërim brenda lojës.